Federata e Futbollit të Kosovës ka nisur punën për të bindur dhe talentin e Zvicrës Adrien Lux, që është kushëri i Bastien Thomas, kështu së paku raporton mediumi zviceran 20 minuta. Lux është lojtari më në formë te Zvicra U17, i cili luan në disa pozicione, pra si sulmues, qendër mesfushor, numër 10, teç ose dhe në krah. Gazeta e njohur zvicerane raporton se Kosova e ka kontaktuar Lux për ta bindur të bashkohet dardanëve, sidoqoftë aktualisht përgjigjja është negative. Lux ka pasaportë të dyfishtë zvicerane kosovare dhe ka luajtur për Sionin që nga fëmijëria, si kushëriri i tij Bastien Toma. Talenti i ri zviceran zhvilloi paraqitjen e dytë për Sionin në ligë kundër Grasshoppersit në tetor. Ai ishte momenti kur u vëret nga Federata e Futbollit të Kosovës. Pas një periudhe të shkurtër, zyrtarët e Federatës Kosovare e kontaktuan dhe provuan ta bindin për ta ndryshuar përfaqësuesen, siç bën me Leon Avdullahun dhe Albian Hajdarin. Sidoqoftë, ky nuk është opsion për heroin e U17-s, pjesërisht sepse Federata Zvicerane ka punuar në përpasken për të ndaluar këtë skenar. Lux aktualisht është i fokusuar te çerek-finalja e kampionatit evropian ku përballen me Portugalin. Jemi një grup i mirë, jemi rritur bashkë dhe të shohim se çfarë do të ndodhë. Qëllimi është ta mposhtim edhe Portugalin, tha ai. Mbetet të shihet nëse 17 vjeçari do të ndjek rrugën e Hajdarit dhe Avdullahut për t'u larguar nga helvetikët dhe për të kaluar te Kosova.